Ai ndërtoi një perandori i vetëm, por asgjë nuk e mbushte zbrazëtinë e mëngjeseve të heshtura. Në prag të Krishtlindjes, ai u zgjua me vonesë dhe u nis me vrap për në shtëpi. Por kur mbërriti, duke menduar se do t'i gjente fëmijët e tij vetëm, gjeti një dado që kujdesej për ta sikur të ishin fëmijët e saj. Dhe në ditën e Krishtlindjes, përballë një peme ende pas bukurime, ai kuptoi se ndoshta ishte e mundur të dashurojë sërish. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Artan Hoxha u zgjua sërish para se të binte zilja e alarmit. Ishte ora 5:30 e mëngjesit dhe drita e agimit tiranase mezi kishte filluar të zbardhte horizontin mbi bulevardin dëshmorët e kombit. Ai vështroi tavanin e dhomës për disa sekonda, duke organizuar në mendje agjendën që e priste. 3 mbledhje të rëndësishme, një videokonferencë me investitor ndërkombëtar dhe rishikimi i kontratave që do të vendosnin të ardhmen e një prej sipërmarrjeve të tij. Në moshën 42 vjeçare, Artani kishte ndërtuar një perandori që filloi me një kompani të vogël teknologjike dhe u shndërrua në një grup biznesi me veprimtari në sektor të ndryshëm. Emri i tij ishte sinonim i suksesit, vendosmërisë dhe një aftësie gati të mbinatyrshme për të shndërruar sfidat në mundësi. Por asnjë arritje profesionale nuk e mbushte zbrazëtinë që ai ndjente çdo mëngjes kur zgjohej i vetëm në atë krevat të madh dopio. Ishin bërë 4 vjet që kur Elira ishte larguar, e marrë nga një sëmundje që përparoi në heshtje, pa i dhënë kohë për lamtumira të denja. 4 vjet që Artani kishte mësuar të jetonte i ndarë mes dy botëve, asaj të biznesmenit të pamëshirshëm dhe asaj të babait që duhej të ishte i fortë për 3 fëmijë që mezi e kuptonin pse nëna e tyre nuk ishte më aty. U ngrit dhe eci drejt dhomës ngjitur. Luan, Lira dhe Leon flinin thellë, secili në krevatin e tij, por aq afër sa dukej se prekeshin edhe në distancë. Trinjakët tani ishin 9 vjeç dhe Artani ende habitej me sinkroninë që ekzistonte mes tyre. Kur njëri mërzitej, të tjerët e kuptonin menjëherë. Kur njëri shihte ëndra të këqija, vëllezërit zgjoheshin për ta ngushëlluar. Ata ishin arsyeja pse Artani vazhdonte, karburanti që lëvizte çdo vendim, çdo sakrificë, çdo agim të kaluar zgjuar duke rishikuar bilance. Megjithatë, faji ishte një shoqërues i vazhdueshëm. Faj që nuk ishte i pranishëm në të gjitha shfaqjet e shkollës. Faj që humbiste ndeshjet e futbollit dhe shfaqjet e kërcimit. Faj që i linte nën kujdesin e njerëzve të tjerë ndërsa ai mbyllte marrëveshje që do t'u siguronin të ardhmen, por u vidhnin të tashmen. Artani e dinte se kishte nevojë për ndihmë, për dikë që mund të mbushte boshllëqet që krijonte rutina e tij. Kishte provuar me dado të tjera, por asnjëra nuk kishte qëndruar më shumë se disa muaj. Fëmijët ishin kërkues, jo sepse ishin të llastuar, por sepse u mungonte diçka që paratë nuk mund ta blinin. Ishte drejtoresha e shkollës, zonja Tefta, ajo që i sugjeroi Marinën. Ajo kishte ardhur prej pak kohësh në Tiranë nga Vlora dhe po kërkonte një mundësi pune. Kishte mbaruar studimet për pedagogji, kishte përvojë me fëmijët dhe, sipas zonjës Tefta, një ndjeshmëri të rrallë për t'u marrë me të vegjëlit që kishin kaluar humbje. Artani pranoi ta takonte më shumë për mirësjellje se sa nga shpresa. Marina mbërriti saktësisht në orarin e caktuar, në një pasdite marsiane me shi. Artani e priti në zyrën e tij private, brenda shtëpisë, një ambient i dominuar nga rafte plot me libra biznesi dhe një tavolinë masive që kishte dëshmuar vendime që kishin lëvizur miliona. Ajo hyri me hapa të lehtë, e veshur me një bluzë të çelët dhe xhinse të thjeshta, flokët gështenjë të lidhur bisht kali që zbulonin një fytyrë të re, me tipare delikate dhe sy që përcillnin një përzierje vendosmërie dhe ëmbëlsie. Biseda filloi në mënyrë formale. Artani i bëri pyetjet e zakonshme për përvojën, disponueshmërinë e orareve dhe pritshmëritë për pagën. Marina u përgjigj me qartësi, pa u belbëzuar, por edhe pa entuziazmin e tepruar që kandidatët e tjerë zakonisht shfaqnin. Kishte një qetësi tek ajo që të tërhiqte vëmendjen. Kur Artani përmendi se fëmijët kishin humbur nënën, Marina nuk bëri atë heshtjen e sikletshme të ndjekur nga ngushëllime boshe. Ajo thjesht tundi kokën, sikur ta kuptonte plotësisht peshën e atij informacioni. Ishte Luani ai që mori vendimin përfundimtar, pa e ditur. Në mes të intervistës, djali hyri me vrap në zyrë, i ndjekur nga Lira, e cila bërtiste diçka për një lodër të vjedhur. Leoni vinte pas, duke u përpjekur të ndërmjetësonte si gjithmonë, pa që bërë si i lindur i treshes. Artani deshi të ndërhynte, por Marina u ngrit qetësisht dhe u ul në nivelin e fëmijëve.
Bisedoj me ta për disa minuta duke dëgjuar ankesat e secilit pa mbajtur anë. Më pas, sugjeroj që të bënin një marrëveshje, secili do të kishte të drejtë të luante me makinën e kuqe për 20 minuta dhe ajo vetë do ta kontrollonte kohën. Fëmijët ranë dakord pa kundërshtuar dhe Marina mori celularin për të programuar alarmin. Por para se ta bënte këtë, i pyeti për emrat, e përsëriti secilin me vëmendje dhe u tha se ishte shumë e lumtur që po i njihte. Diçka ndryshoi në atë çast. Artani pa në sytë e fëmijëve një pranim që nuk ndodhte lehtë. Marina nuk ishte përpjekur t'i fitonte me premtime apo dhurata. Nuk kishte sforcuar buzëqeshje apo shfaqur ankth. Thjesht ishte aty, e pranishme, respektuese dhe sinqerisht e interesuar për atë që ata kishin për të thënë. Ajo filloi punë të nesërmen. Rutina e vendosur ishte e thjeshtë. Marina vinte në 7 të mëngjesit, përgatiste mëngjesin e fëmijëve, i çonte në shkollë, i merrte në orarin e daljes, i ndihmonte me detyrat e shtëpisë dhe qëndronte me ta derisa të kthehej Artani. Gjë që zakonisht ndodhte rreth orës 8 të mbrëmjes. Në fundjavë, ajo nuk punonte, përveç se nëse Artanit i duhej të udhëtonte, situatë për të cilën ajo tregoi disponueshmëri që në fillim. Javët e para ishin përshtatjeje. Marina vëzhgonte gjithçka me vëmendje, duke mësuar shijet e secilit fëmijë, zakonet, frikrat e tyre. Luanit i pëlqente të vizatonte dhe shihte shpesh ëndra të këqija. Lira ishte më e folura dhe adhuronte të tregonte historitë të sajuara, ku ajo ishte gjithmonë heroina. Leoni ishte i qetë, vëzhgues dhe kishte zakon të përqafonte vëllezërit kur kuptonte se ishin të trishtuar. Marina thithte çdo detaj, duke përshtatur qasjen e saj sipas nevojës. Artani i vinte re ndryshimet. Kur arrinte në shtëpi, salloni, më parë i organizuar në mënyrë të patëmet nga ekonomatja, zonja drita, tani kishte jastëk të hedhur andej këtej, lodra të shpërndara në tapet, vizatime të ngjitura në frigorifer. Heshtja që zakonisht dominonte apartamentin i kishte lënë vendin të qeshurave, bisedave të gjalla dhe madje edhe disa grindjeve fëminore që ai i dëgjonte sapo hapte derën. Ishte një rëmuj, por një rëmuj plot jetë, pulsuese, e vërtetë. Një natë, kur mbërriti më herët se zakonisht, Artani gjeti Marinën të ulur në dyshemen e sallonit me 3 fëmijët rreth saj. Ajo lexonte një libër me zë të lartë, duke bërë zëra të ndryshëm për çdo personazh. Luani ishte mbështetur në shpatullën e saj, Lira e ulur në prerin e saj dhe Leoni i shtrirë barkas, me mjekrën mbështetur në duar, plotësisht i zhytur në histori. Ata as nuk e vunë re kur hyri Artani. Ai mbeti në hyrje, duke vëzhguar atë skenë dhe ndjeu diçka që nuk e priste, një përzierje mirënjohjeje dhe melankolie. Mirënjohje sepse fëmijët e tij më në fund dukeshin vërtet të lumtur. Melankoli sepse ajo pamje i sillte ndërmend kujtimet e Elirës, e cila bënte pikërisht të njëjtën gjë, u lexonte trinjakëve para gjumit, duke krijuar botë imagjinare që i bënin të harronin çdo trishtim. Artani u përmbajt dhe njoftoi praninë e tij me një kollitje të lehtë. Fëmijët vrapuan ta përqafonin, duke folur të gjithë në të njëjtën kohë për historinë që po tregonte Marina. Ajo u ngrit, rregulloi flokët me një gjest automatik dhe tha se po ikte. Artani e shoqëroi deri te dera. Para se ajo të dilte, ai mërmëriti një falënderim. Marina buzëqeshi lehtë, tha se ishte puna e saj dhe i uroi natën e mirë. Por Artani e dinte se nuk ishte thjesht punë. Kishte diçka më shumë në atë kujdes, një përkushtim që shkonte përtej profesionalizmit. Ai thjesht nuk e dinte nëse duhej të gëzohej apo të shqetësohej për këtë. Muajt kaluan dhe prania e Marinës u bë po aq e natyrshme sa ajo e mobiljeve të shtëpisë. Ajo e njihte rutinën më mirë se vet Artani. E dinte që Luani nuk hante karota për asnjë arsye, që Lira adhuronte të kërcente para gjumit, që Leoni kishte nevojë për pak kohë vetëm pas shkollës për të procesuar ditën. E dinte gjithashtu kur Artani ishte i stresuar, vetëm nga mënyra se si e mbyllte derën kur arrinte. Në ato ditë, ajo linte darkën gati dhe një shënim ku thuaj se fëmijët kishin ngrënë dhe ishin në gjumë. Artani filloi të vinte re detaje që më parë i kalonin pa u vënë re. Mënyrën se si Marina i lidhte flokët kur ishte e përqendruar. Mënyrën se si kafshonte buzën e poshtme kur ndihmonte Leonin me problemet e matematikës. Buzëqeshjen e matur që i ndriçonte fytyrën kur fëmijët bënin diçka qesharake. Ajo rrallë fliste për veten, duke mbajtur gjithmonë një qëndrim profesional, por ndonjëherë Artani e kapte duke parë nga dritarja me një shprehje të largët, sikur të ishte në një vend tjetër, në një kohë tjetër.
Një mëngjes, Artanit ju desh të udhëtonte për në Durrës për një mbledhje që nuk mund të shtyhej. Do të ishte vetëm një ditë vajtje ardhje, por kjo do të thoshte se Marina duhej të qëndronte me fëmijët që herët. Ajo pranoi pa hezituar dhe Artani u nis me ndërgjegje të qetë. Mbledhja zgjati më shumë se parashikimi, duke u shtrirë deri në mbrëmje. Kur më në fund mbaroi, Artani ishte tepër i lodhur për të marrë fluturimin e kthimit. Vendosi të flinte në hotel dhe të kthehej të nesërmen në mëngjes. U zgjua herët, i paduruar për t'u kthyer në shtëpi. Në taksin rrugës për në aeroport, i telefonoi Marinës për ta njoftuar për vonesën. Ajo u përgjigj me zërin e saj të qetë si gjithmonë, tha se gjithçka ishte në rregull, se fëmijët kishin fjetur të qetë dhe tashmë po hanin mëngjes. Artani ndjeu një lehtësim të pamas kur dëgjoi këtë, sikur një pjesë e tij të friksohej se diçka e keqe mund të ndodhte në mungesën e tij. Kur mbërriti në shtëpi, gjeti fëmijët në sallon duke parë filma vizatimor ndërsa Marina paloste rroba të pastra në divan. Ajo u ngrit kur e pa, shpjegoi se u kishte bërë dush të treve, kishte përgatitur uniformat për shkollë dhe kishte rregulluar tashmë materialet në çanta. Artani e falenderoi, por kishte diçka ndryshe në ajër, një intimitet që nuk ekzistonte më parë. Ishte sikur, në ato orë që ajo kishte qëndruar vetëm duke u kujdesur për fëmijët e tij, një barierë e padukshme ishte kapërcyer. Vjeshta erdhi, duke sjellë me vete temperatura më të buta dhe një shqetësim në rritje në gjoksin e Artanit. Ai e kuptonte se mendonte për Marinën edhe kur ishte në zyrë, duke imagjinuar se si ishin fëmijët, nëse ajo kishte nevojë për diçka, nëse gjithçka ishte në rregull. Nuk ishte shqetësim profesional. Ishte diçka më e thellë, më shqetësuese. Përpiqej t'i largonte këto mendime, të përqendrohej te shifrat, te strategjitë, te vendimet që duheshin marrë. Por imazhi i saj e ulur në dysheme, duke u lexuar fëmijëve të tij, kthehej gjithmonë. Një pasdite, gjatë një mbledhjeje të rëndësishme me investitor, Artani e gjeti veten duke parë nga dritarja e zyrës, i humbur në mendime se çfarë po bënin Marina dhe fëmijët në atë moment. Besniku, ortaku i tij, ju desh ta thërriste 2 herë para se ai të kthehej në realitet. Pas mbledhjes, Besniku e tërhoqi mënjan dhe e pyeti nëse ishte gjithçka në rregull. Artani thjesht tha se ishte i lodhur, por të dy e dinin se ishte më shumë se kaq. E vërteta ishte se Artani ishte i hutuar. Ndihej fajtor që mendonte për Marinën në atë mënyrë, sikur po tradhtonte kujtimin e Elirës. Në të njëjtën kohë, nuk mund ta mohonte se sa e rëndësishme ishte bërë ajo, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të. Ishte sikur shtëpia të kishte filluar të merrte frymë sërish pas vitesh në apnea. Kishte përsëri muzikë, të qeshura të sinqerta, atë rrëmujën e mirë që tregonte se jeta po ndodhte brenda atyre mureve. Artani filloi të vinte më herët në shtëpi, duke shpikur justifikime për veten. Thoshte se ishte për të parë fëmijët para gjumit, për të ndjekur aktivitetet e tyre shkollore, për të qenë një baba më i pranishëm. Por thellë, e dinte se ishte edhe për kënaqësinë e të gjeturit Marinën aty, me buzëqeshjen e saj mikpritëse dhe atë prani që e shndërronte çdo ambient në diçka më të lehtë dhe më të ngrohtë. Pati një natë të veçantë që e shënoi thellë Artanin. Ishte e premte dhe ai kishte ardhur në shtëpi më herët se zakonisht. Fëmijët ishin në obor duke luajtur me Marinën. Luani po përpiqej t'i mësonte si të bënte avion letre, Lira po organizonte një piknik imagjinar me lodrat e saj dhe Leoni thjesht ishte ulur pranë saj duke shfletuar një libër. Artani qëndroi te dera e kuzhinës duke vëzhguar skenën përmes dritares. Ishte zonja Drita ajo që ju afrua, duke fshirë duart në përparse. Ajo është e mirë për ta, tha ekonomatja butësisht. Dhe për ju gjithashtu, po të ma lejoni të them. Artani e shikoi zonjën Drita, i habitur. Ajo nuk po fliste për Marinën si punonjëse, po fliste për të si njeri. Si dikush që ishte bërë pjesë e asaj familjeje në një mënyrë që të i kalonte çdo përshkrim pune. Marina, nga ana tjetër, mbante të njëjtin qëndrim si gjithmonë. E sjellshme, e vëmendshme, e përkushtuar. Nëse ajo vinte re diçka ndryshe në mënyrën se si Artani e shikonte, nuk e shfaqte. Vazhdonte ta trajtonte me respektin formal të një punonjëseje, megjithse kishte momente kur shikimet e tyre kryqëzoheshin dhe diçka e pathënë pezullonte në ajër mes tyre. Ishin sekonda të shkurtra, të ngarkuara me një tension që asnjëri prej tyre nuk kishte guxim ta emërtonte. Zonja Drita, ekonomatja që punonte në shtëpi prej vitesh, filloi të bënte komente më të drejtë për drejta.
Thoshte se Marina ishte një vajzë e veçantë, ndryshe nga të gjitha të tjerat që kishin kaluar andej. Përmente se si fëmijët kishin ndryshuar, se si ishin më të lumtur, më të sigurt. Dhe gjithmonë e mbyllte duke e parë Artanin në një mënyrë që thoshte më shumë se sa mund të shprehnin fjalët. Artani thjesht pajtohej, në dukje pa i kushtuar shumë vëmendje, por e dinte se zonja Drita kishte të drejtë. Marina ishte ndryshe. Dhe kjo e frikësonte thellësisht. Frika nuk ishte nga Marina vetë, por nga ajo që ajo përfaqësonte. Ishte mundësia për të dashuruar sërish, për t'ia hapur zemrën dikujt të ri, për të rrezikuar të lëndojë ose, akoma më keq, të lëndonte fëmijët nëse diçka shkonte keq. Artani kishte ndërtuar mure rreth zemrës së tij pas humbjes së Elirës, mure që ai besonte se ishin të nevojshme për të mbrojtur veten dhe fëmijët. Por Marina, pa e kuptuar, po i rrëzonte këto mure tull pas tulle, thjesht duke qenë vetvetja. Nëntori solli sërish vapën në Tiranë dhe bashkë me të edhe afrimin e fundvitit. Fëmijët filluan të flisnin për Krishtlindjet, të entuziazmuar nga mundësia për të zbukuruar pemën dhe për të marrë dhurata. Artani kuptoi se do të ishin Krishtlindjet e pesta pa Elirën, por të parat në të cilat fëmijët e tij dukeshin sinqerisht të emocionuar për festën. Dhe e dinte se kjo kishte shumë të bënte me praninë e Marinës, e cila kishte sjellë sërish në shtëpi diçka që ai e mendonte të humbur përgjithmonë, ndjesinë e një vatre. Ishte data 23 dhjetor kur gjithçka filloi të ndryshonte në mënyrë përfundimtare. Artani ishte në zyrën e kompanisë prej më shumë se 10 orësh. Data 23 dhjetor duhej të kishte qenë e qetë, një ditë pune e shkurtuar para festës, por një problem i papritur me një furnitor ndërkombëtar e kishte kthyer gjithçka në kaos. Kontratat duheshin rishikuar, emaile urgjente prisnin përgjigje dhe një videokonferencë që duhej të zgjaste një orë ushtri për 3. Kur më në fund arriti të bënte një pushim, ishte kaluar ora 9 e mbrëmjes. Mori celularin dhe pa 2 mesazhe nga Marina. I pari, i dërguar në orën 6 të pasdites, e pyeste nëse do të vinte për darë. I dyti, i orës 8, thoshte vetëm se fëmijët kishin ngrënë dhe po luanin. Artani shkroi një përgjigje të shpejtë, duke shpjeguar se do t'i duheshin ende disa orë dhe duke i kërkuar të mos shqetësohej për ta pritur. Marina u përgjigj duke thënë se do të qëndronte derisa të vinte ai, se nuk kishte problem. Por kishte problem. Artani e dinte se tashmë po abuzonte me vullnetin e saj të mirë. Ishte prag Krishtlindjesh dhe Marina sigurisht kishte plane, vende për të shkuar, njerëz për të takuar. Megjithatë, ajo qëndronte aty duke u kujdesur për fëmijët e tij sikur të ishte gjëja më e natyrshme në botë. Ai ndjeu një shtrëngim në gjoks, një përzierje faji dhe mirënjohjeje që po bëhej gjithnjë e më e shpesh. U kthye te dokumentet, i vendosur t'i mbaronte shpejt. Por lodhja po e bënte të veten. Shkronjat filluan të kërcenin në ekranin e kompjuterit dhe qepallat i rëndonin si plum. Mbështeti kokën në tavolinë, duke menduar të pushonte vetëm për disa minuta. Vetëm disa minuta, i përsëriti vetes, ndërsa errësira e gjumit e përpinte. Kur hapi syt, drita që hynte nga dritarja e zyrës e hutoi. Shikoi orën e dorës dhe ju deshën disa sekonda për të procesuar informacionin. Ishte ora 6:15 e mëngjesit. Data 24 dhjetor. Ai kishte fjetur në zyrë gjithë natën. Paniku ishte i menjëhershëm. Artani mori celularin dhe pa 3 telefonata të humbura nga Marina, të gjitha të bëra pas mesnate. Kishte gjithashtu një mesazh të dërguar në orën 1 të mëngjesit, ku thuhej se fëmijët ishin në gjumë dhe se ajo do të qëndronte derisa të vinte ai. Asnjë ankesë, asnjë ton qortimi, vetëm informacioni i thjeshtë dhe i drejtë për drejtë. Por Artani e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Marina kishte kaluar gjithë natën në shtëpinë e tij, duke u kujdesur për fëmijët e tij, pa u njoftuar, pa rënë dakord për këtë. Doli me vrap nga zyra, pa u shqetësuar as të rregullonte letrat e shpërndara në tavolinë. Trafiku i mëngjesit në Tiranë ishte më i lehtë për shkak të festës dhe ai arriti të mbërrinte në shtëpi për 20 minuta. Hapi derën me zemrën që i rrite fort, i përgatitur ta gjente Marinën të irrituar, ose më keq, të gatshme për t'u larguar. Ajo që gjeti ishte krejtësisht ndryshe. Salloni ishte transformuar. Pema e Krishtlindjeve, që ruhej që nga viti i kaluar, ishte montuar në cep, ende pas bukurime, por e ngritur dhe gati. Kuti me topa me ngjyra, drita vezulluese dhe kurora ishin hapur në 2 sheme.
dhe aty, të ulur rreth pemës, ishin Luan, Lira dhe Leon, ende me pijama, duke qeshur ndërsa Marina mbante një top të artë dhe shtirej sikur ishte magjik, duke bërë zëra qesharak që u shkaktonin të qeshura fëmijëve. Artani mbeti në hyrje, i paftë të lëvizte. Skena ishte aq e përsosur, aq plot jetë dhe gëzim, sa që ndjeu sytë t'i digjinin. Marina ishte e para që vuri re e pranin e tij. Buzëqeshja e saj u zbeh pak, e zëvendësuar nga një shprehje habie, por jo bezdije. Fëmijët vrapuan ta përqafonin, duke folur të gjithë në të njëjtën kohë për pemën, për idenë e Marinës për ta montuar para se të vinte ai, për sa argëtuese do të ishte ta zbukuronin së bashku. Artani i përqafoi të tre, por syt nuk i hiqte nga Marina, e cila ishte ngritur dhe tani rregullonte nervozisht flokët e lëshuar që i binin mbi supe. Pasi fëmijët u kthyen te pema, Artani ju afrua Marinës, me zërin të ngarkuar me siklet dhe faj. I kërkoi falje, i shpjegoi se e kishte zënë gjumi pa e kuptuar, se nuk kishte pasur ndërmend ta linte të bllokuar aty gjithë natën. Por para se të mbaronte, Marina ngriti dorën me një gest të butë që e ndërpreu. Gjithçka në rregull, tha ajo me atë zërin e butë që qetësonte çdo stuhi. Fëmijët fjetën të qetë. Kur u zgjuan, pyetën për ty dhe unë u thash se kishe pasur një problem të papritur në punë, por që do të vije shpejt. Sugjerova të përgatisnim një surprizë dhe ata u entuziazmuan. Mos u shqetëso, vërtet nuk ishte asnjë problem. Artani donte të besonte se ajo po tregoi thjesht e sjellshme, por kishte diçka në sinqeritetin e syve të saj që e bindi se ishte e vërtetë. Marina nuk ishte aty nga detyrimi. Ishte sepse donte të ishte. Por tani është data 24, tha Artani, faji ende i rëndonte në zë. Ti nuk kishe rënë dakord të punoje sot. Duhet të kompensoj disi, të paguaj orët shtesë, unë. Marina tundi kokën, një buzëqeshje e vogël i preku buzët. Nuk ka nevojë. Më pëlqen të jem me ta. Dhe përveç kësaj, nuk kisha asnjë angazhim urgjent. Përgjigjja i zgjoi kurreshtjen Artanit. Pa plane për Krishtlindje, mendoj. Por nuk tha asgjë, vetëm e falenderoi sërish. Marina u justifikua për të shkuar në kuzhinë të përgatiste mëngjesin dhe Artani mbeti aty, duke vëzhguar fëmijët e tij teksa zbukuronin pemën, një ndjesi e çuditshme i pushtoi gjoksin. Ishte sikur diçka po ndryshonte, sikur një derë që ai e kishte mbajtur të mbyllur prej vitesh po hapej ngadalë. Dita vazhdoi me një lehtësi të pazakontë. Artani vendosi të mos e hapte laptopin, të mos kontrollonte emailet, të mos mendonte për punën. Ajo ditë do të ishte për fëmijët. Dhe për Marinën, kuptoi me habi. Ajo kishte qëndruar, edhe pse e dinte se nuk ishte e detyruar, dhe tani dukej po aq pjesë e atij mëngjesi sa pema e Krishtlindjeve që shkëlqente në cep të sallonit. Ata e zbukuruan pemën së bashku, secili fëmijë zgjidhte ku t'i vendoste topat e preferuar. Marina e ndihmonte Leonin të arrinte degët më të larta, ndërsa Artani mbante Lirën në krah që ajo të vendoste yllin në maj. Luani, gjithmonë më artisti, i organizonte zbukurimet sipas ngjyrave, duke krijuar një model që vetëm ai e kuptonte, por që në fund doli bukur. Kur mbaruan, të gjithë u larguan për të admiruar rezultatin. Dritat vezullonin në ritëm të vazhdueshëm dhe topat reflektonin dritën e mëngjesit që hynte nga dritaret. Ishte e papërsosur, plot me hapësira boshe në disa vende dhe tepër e ngarkuar në të tjera, por ishte e tyre. Ishte e vërtetë. Ishte në mes të pasdites, ndërsa fëmijët shihnin një film në sallon, që Artani më në fund bëri pyetjen që e mundonte që nga mëngjesi. Ai dhe Marina ishin në kuzhinë, ajo po përgatiste një meze dhe ai shtirej sikur po ndihmonte, por në të vërtetë vetëm vëzhgonte. Marina, tha ai, me zë hezitues. Ti do t'i kalosh Krishtlindjet me familjen tënde? Nuk ishte tamam një pyetje, më shumë një pohim që kërkonte konfirmim. Por heshtja që pasoi ishte tepër e rëndë. Marina ndaloi së preri bukën, duart të palvizshme mbi dëras. Pas disa sekondash, ajo u kthye për ta parë dhe Artani pa diçka në sytë e saj që nuk e kishte parë më parë. Trishtim. Jo trishtimin sipërfaqësor të një dite të keqe, por atë të thellin, të lashtin, që banon në thellësi të shpirtit. Do t'i kaloj vetëm, tha ajo më në fund, me zë më të ulët se zakonisht. Jetoj vetëm prej disa vitesh. Familja ime, bëri një pauzë, sikur po zgjidhte me kujdes fjalët, familja ime nuk është më këtu. Artani ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Nuk është më këtu.
Ai e njihte atë shprehje, përdorte eufemizma të ngjashëm kur duhej t'u shpjegonte fëmijëve për Elirën. Deshi të pyeste më shumë, të kuptonte se çfarë kishte ndodhur, por diçka në shikimin e Marinës e ndaloi. Kishte dhimbje aty, një dhimbje që ai e njihte sepse mbante një të ngjashme. Më vjen keq, mërmëriti, pa ditur çfarë tjetër të thoshte. Marina ngriti supet, një gest që përpiqej të ishte i rastësishëm, por që tradhtonte emocionin e përmbajtur. Ka ndodhur para disa vitesh. Kam mësuar të jetoj me të. Festat janë më të vështira, por jam mësuar. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, do ta kishit ftuar apo do ta kishit lënë Marinën t'i kalonte Krishtlindjet vetëm? Na tregoni në komente. Artani nuk mendoi. Nuk llogariti rreziqe apo pasoja. Nuk u shqetësua për atë që ishte e përshtatshme apo jo. Thjesht ndjeu se nuk mund ta linte atë grua, që ishte kujdesur për fëmijët e tij me aq përkushtim, t'i kalonte Krishtlindjet vetëm në një apartament bosh. Kaloje Krishtlindjen me ne, tha ai, fjalët i dolën para se të mund t'i censuronte. Marina ngriti syt, e habitur. Artan, nuk mundem. Do të ishte ndërhyrje, unë jam punonjësja jote, nuk është e përshtatshme. Por Artani tashmë e kishte marrë vendimin. Tundi kokën duke këmbëngulur. Ti nuk je thjesht një punonjëse. Ti je dikush që fëmijët e mi e duan, dikush që sjell gëzim në këtë shtëpi. Dhe përveç kësaj, vazhdoi ai, zëri duke ju bërë më i fortë, ti tashmë je këtu. Tashmë e ke zbukuruar pemën me ne. Do të ishte e çuditshme të ikje tani dhe të ktheheshe vetëm të nesërmen. Qëndro. Të lutem. Heshtja që pasoi dukej se zgjati një përjetësi. Marina e shikonte sikur po përpiqej të deshifronte qëllimet e tij, duke kërkuar shenja mëshire apo detyrimi. Por Artani e mbajti shikimin, duke e lënë të shihte se ftesa ishte e sinqertë. Je i sigurt? Pyeti ajo më në fund, zëri gati një pëshpërim. Absolutisht, u përgjigj Artani. Marina kafshoi buzën e poshtme, hezituese. Pastaj, me një lëvizje gati të padukshme, tundi kokën në shenjë pohimi. Në rregull. Do të qëndroj. Por vetëm nëse më lejon të ndihmoj me darkën. Artani buzëqeshi, duke ndjerë një lehtësim të pamas. Rënë dakord. Pjesa tjetër e pasdites kaloi në një përzierje të çuditshme normaliteti dhe tensioni. Fëmijët u gëzuan pamas kur mësuan se Marina do t'i kalonte Krishtlindjet me ta. Pyetën nëse do të flinte aty, nëse do të zgjohej herët për të hapur dhuratat bashkë me ta, nëse do të ndihmonte për të bërë biskotat e Krishtlindjeve që zonja Drita përgatiste gjithmonë. Marina ju përgjigj çdo pyetje me durim, duke premtuar se do t'i bënte të gjitha ato. Artani vëzhgonte nga larg, ende duke procesuar atë që kishte bërë. Kishte ftuar Marinën të kalonte Krishtlindjet në shtëpinë e tij. Me familjen e tij. Nuk ishte thjesht një gest mirësie. Ishte një njohje e diçkaje që ai ishte përpjekur ta mohonte prej muajsh. Marina nuk ishte. Më thjesht dadoja. Ishte dikush i rëndësishëm. Dikush që bënte diferencën. Dikush që ai nuk donte ta shihte të largohej. Në mbrëmje, kur fëmijët më në fund shkuan të flinin, të raskapitur nga aq shumë emocione, Artani dhe Marina mbetën vetëm në sallon. Pema shkëlqente në cep dhe heshtja mes tyre ishte e rehatshme, por e ngarkuar me diçka të pathënë. Faleminderit, tha Marina pa pritur, duke thyer heshtjen. Që më le të qëndroj. Kishte kohë që nuk i kaloja Krishtlindjet me njerëz të tjerë. Artani u kthye ta shikonte. Drita e pemës i ndriçonte fytyrën, duke theksuar syt gështenjë që shkëlqenin nga emocioni i përmbajtur. Nuk ke pse të falenderosh. Ne duhet të falenderojmë. Ti solle jetë në këtë shtëpi. Marina buzëqeshi, një buzëqeshje e trisht por e sinqertë. Ata ishin të veçantë, tha ajo. Prindërit e mi, vëllezërit e mi. Humbja e tyre ishte si të humbisja një pjesë të vetes. Por të jem këtu, me ty dhe fëmijët, më kujton se është ende e mundur të ndërtosh diçka. Është ende e mundur të ndihesh pjesë e diçkaje më të madhe. Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. E dinte saktësisht se për çfarë po fliste. Vetmin e humbjes së dikujt që doje. Ndjesinë e të qenit në det të hapur, pa spirancë. Vështirësinë për të besuar se mund të kishte sërish gëzim. Të kuptoj, tha ai butësisht. Më shumë se sa e imagjinon.
Shikimet e tyre u takuan dhe në atë moment diçka ndryshoi. Nuk ishte dramatike, nuk pati muzik apo fjalë të mëdha. Ishte thjesht njoja e heshtur e dy shpirtrave që kishin vuajtur humbje të ngjashme dhe që, në një farë mënyre, ishin gjetur. Mëngjesi i Krishtlindjeve zbardhi me britma të gëzuara fëmijësh. Artani u zgjua i tronditur, duke ju dashur disa sekonda të kujtonte ku ishte dhe çfarë kishte ndodhur. Kur zbriti në sallon, gjeti Marinën tashmë zgjuar me flokët e lëshuar që i binin mbi supe, duke përgatitur kafe ndërsa fëmijët hapnin dhuratat që ai kishte bler javë më parë. Mëngjesi ishte i përsosur. Ata hëngrën biskotat që Marina kishte pjekur natën e kaluar, pan filma krishtlindjesh dhe qeshën më shumë se sa Artani mbante mend të kishte qeshur prej vitesh. Fëmijët luanin me lodrat e tyre të reja dhe her pas here vinin t'i tregonin diçka atij ose Marinës, duke e trajtuar atë me të njëjtën natyrshmëri me të cilën e trajtonin atë. Ishte gjatë drekës, ndërsa të gjithë hanin rreth tryezës, që luani bëri një pyetje të pafajshme që do të ndryshonte gjithçka. Teto Marina, ti do të jesh dadoja jon për gjithmonë? Heshtja që pasoi ishte e tensionuar. Artani pa Marinën të gëlltitej me vështirësi, piruni i ndalur në ajër. Për gjithmonë është shumë kohë, Luan, u përgjigj ajo me kujdes. Por do të qëndroj për sa kohë të keni nevojë për mua. Po sikur të kemi gjithmonë nevojë, këmbënguli Lira, sytë e saj të mëdhenj të ngulitur te Marina. Marina buzëqeshi, por Artani pa emocionin që ajo përpiqej të fshite. Atëherë unë do të jem gjithmonë këtu. Artani ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit të tij. Një vendim filloi të merrte formë, ende i turbullt, ende i frikshëm, por i pamohueshëm. Ajo grua e ulur në tryezën e tij, duke qeshur me fëmijët e tij, nuk ishte e përkohshme. Nuk ishte thjesht një punonjëse. Ishte dikush që ai donte të qëndronte. Dhe jo vetëm për fëmijët. Mbrëmja erdhi duke sjell me vete një melankoli të butë. Marina tha se duhej të shkonte në shtëpi, se tashmë kishte abuzuar shumë me mikpritjen. Artani nuk këmbënguli që të qëndronte, por e shoqëroi deri te dera. Para se ajo të dilte, ai i mbajti krahun butësisht. Marina. Faleminderit. Për gjithçka. Që u kujdese për ta. Që qëndrove. Që hezitoi duke kërkuar fjalët e duhura që je ti. Marina e shikoi dhe Artani pa lot që i shkëlqenin në sy. Faleminderit ty, pëshpëriti ajo. Që më bëre të ndihem sërish pjesë e një familjeje. Dhe pastaj ajo iku, duke e lënë Artanin të qëndronte në derë, me zemrën që i rrite në një mënyrë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Diçka kishte ndryshuar në ato Krishtlindje. Diçka e thellë dhe e pakthyeshme. Dhe Artani e dinte se gjërat nuk do të ishin më kurrë si më parë. Ditët që pasuan Krishtlindjet ishin ndryshe. Artani e vinte re këtë në detaje të vogla që më parë i kalonin pa u vënë re. Mënyrën se si Marina buzëqeshte kur ai arrinte në shtëpi, jo më vetëm buzëqeshja e sjellshme e një punonjëseje, por diçka më e ngrohtë, më e sinqertë. Mënyrën se si fëmijët flisnin për të gjatë darkës, duke treguar histori të aventurave të tyre të përditshme me një gjallëri që ja ngrohte zemrën Artanit. Dhe kryesisht mënyrën se si ai vetë filloi të ndryshonte rutinën e tij, duke u larguar nga zyra më herët, duke refuzuar angazhime mbrëmjeje, duke gjetur justifikime për të qenë në shtëpi. Janari erdhi duke sjell vapën e fortë të verës tiranase dhe rifillimin e aktiviteteve. Fëmijët u kthyen në shkollë dhe rutina rifilloi ritmin e saj të zakonshëm. Por kishte diçka ndryshe në ajër, një tension i padeklaruar që pezullonte mes Artanit dhe Marinës sa herë që mbeteshin vetëm. Shikime që zgjasnin një sekond më shumë se sa duhej. Duar që gati prekeshin kur merrnin të njëjtin objekt. Biseda që fillonin për tema të parëndësishme, por që devionin në tema më personale, më të thella. Ishte zonja Drita ajo që e shprehu e para atë që të gjithë në shtëpi e kishin vënë re. Një mëngjes, kur Marina kishte dalë me fëmijët për në shkollë, ekonomatja e kërkoi Artanin në zyrën e tij me atë shprehjen amësore që përdorte kur duhej të thoshte diçka të rëndësishme. Doktor Artan, filloi ajo, duke përdorur trajtimin formal që nuk e kishte braktisur kurrë pavarësisht viteve të bashkëjetesës, duhet t'ju them diçka. Mund të mos jetë puna ime, por punoj në këtë shtëpi prej kohësh sa të ndihem në të drejtën time të flas. Artani ngriti syt nga letrat që po i shikonte, i intriguar. Sigurisht, zonja Drita. Mund të flisni. Ajo mori frym thellë, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Marina është një vajzë e veçantë.
ndryshe nga të gjitha të tjerat që kanë kaluar këtu. Fëmijët e duan, shtëpia është më e gjallë që kur ka ardhur ajo. Por, bëri një pauzë domethënëse, ju duhet të keni kujdes. Kujdes me çfarë? Pyeti Artani, megjithse tashmë e dinte përgjigjen. Me ndjenjat, tha zonja Drita drejt për drejt. Të tuajat dhe të sajat. E di që nuk është e lehtë të jesh vetëm kaq gjallë. E di që zonja Elira mungon çdo ditë. Por të përziesh punën me ndjenjat mund t'i komplikoj gjërat. Për ju, për të dhe sidomos për fëmijët. Artani mbeti në heshtje, pesha e atyre fjalëve i rëndoi mbi supe. Zonja Drita kishte të drejtë dhe ai e dinte këtë. Por çfarë të bëje kur zemra nuk i bindej logjikës? Si ta ndaje profesionalen nga personalja kur personi në fjalë ishte i pranishëm në të gjitha momentet e rëndësishme të jetës së tij familjare? E di, mërmëriti më në fund. Po përpiqem t'i mbaj gjërat profesionale. Zonja Drita buzëqeshi me trishtim. Ju mund të jeni duke u përpjekur, por kushdo që ju sheh të dy bashk e kupton se tashmë e keni kaluar atë pikë. Thjesht po them se duhet të mendoheni mirë para se të hidhni ndonjë hap. Fëmijët tashmë janë lidhur shumë. Nëse diçka shkon keq. Ajo nuk e përfundoi fjalinë. Artani e kuptonte plotësisht. Nëse diçka shkonte keq mes tij dhe Marinës, nuk do të ishte thjesht një lidhje e prishur. Do të ishte humbja e dikujt që fëmijët e konsideronin pjesë të familjes. Do të ishte një tjetër mungesë që ata do të duhej ta procesonin. Dhe ai nuk e dinte nëse trinjakët do të duronin një tjetër humbje. Atë natë, Artani qëndroi në zyrë deri vonë, jo për shkak të punës, por sepse duhej të mendonte. Çdo argument që mendja e tij paraqiste kundër afrimit me Marinën duke i fortë. Ajo punonte për të, kishte një dinamik të pabarabartë pushteti. Fëmijët mund të vuanin nëse gjërat nuk shkonin mirë. Ai vetë nuk ishte i sigurt nëse ishte gati ta hapte sërish zemrën. Ishin të gjitha arsye të vlefshme, racionale, të arsyeshme. Por zemra, zbuloi Artani, nuk pyeste për arsye racionale. Kthesa ndodhi një pasdite shkurti. Artani ishte larguar më herët nga puna me qëllimin për t'i çuar fëmijët në park, diçka që rrallëherë arrinte ta bënte. Kur mbërriti në shtëpi, gjeti derën gjysmë të hapur dhe zëra që vinin nga salloni. E njohu menjëherë zërin e Marinës, por kishte një zë tjetër, mashkullor, që nuk e njihte. Hyri në heshtje dhe pa Marinën të ulur në divan, duke biseduar me një burrë të gjatë, me flokë të errët dhe buzëqeshje të sigurt. Fëmijët luanin në tapet, në dukje të pavëmendshëm ndaj bisedës së të rriturve. Kur pa Artanin, Marina u ngrit shpejt, një skuqje i mbuloi faqet. Artan, tha ajo, paksa e sikletosur. Ky është Floriani. Ai është, hezitoi për një fraksion sekonde, një mik nga Vlora. Po viziton Tiranën dhe kaloi këtu për të më parë. Floriani i zgjati dorën me një buzëqeshje miqësore. Gëzohem. Marina më ka folur shumë për ju dhe fëmijët. Duket se ka gjetur një familje të veçantë këtu. Artani ja shtrëngoi dorën, por një ndjesje e çuditshme dhe e pakëndshme ju instalua në gjoks. Xhelozi. Ishte xhelozi e pastër dhe e thjeshtë, e njohur me habi. Ai ishte xheloz që shihte Marinën duke biseduar me një burr tjetër, duke qeshur në atë mënyrë të natyrshme dhe të shpenguar. Floriani nuk qëndroi shumë. U përshëndet duke thënë se kishte një darkë të caktuar dhe se donte ta shihte sërish Marinën para se të kthehej në Vlorë. Kur ai iku, heshtja që mbeti në sallon ishte e tensionuar. Marina filloi të rregullonte lodrat e fëmijëve, duke shmangur shikimin e Artanit. Më fal nëse ishte e papërshtatshme të prisja vizita gjatë orarit të punës, tha ajo më në fund. Nuk e mendova se do të vije kaq herët. Nuk ka problem, u përgjigj Artani, duke u munduar ta mbante zërin neutral. Shtëpia jote, vendimet e tua. Por nuk ishte e vërtetë. Kishte problem. Shumë probleme. Dhe më i madhi ishte fakti se Artani nuk e duronte dot idenë e Marinës me dikë tjetër. Nuk e imagjinonte dot atë Florianin, me buzëqeshjen e tij simpatike, duke fituar vëmendjen e saj, duke e bërë të qeshte, ndoshta duke filluar diçka që Artani nuk kishte guxim ta fillonte. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Artani mbeti duke parë tavanin e dhomës, i path ta fikte mendjen. Mendonte për Marinën, për mënyrën se si ja kishte transformuar jetën, për sa e zbrazët duke i shtëpia në ditët kur ajo nuk ishte.
Mendonte për të qeshurat e saj me Florianin, për lehtësinë me të cilën bisedonin, për historinë që ndanin. Dhe mendonte për Elirën, se si do të ishte sikur ajo të shihte situatën në të cilën ai ndodhej, i ndarë mes besnikërisë ndaj së shkuarës dhe mundësisë së një të ardhmeje. Përgjigjja erdhi në një mënyrë të papritur. Të nesërmen, duke rregulluar disa objekte në zyrë, Artani gjeti një letër që Elira e kishte shkruar vite më parë, kur ishte e sëmur por ende e kthjellët. Ajo nuk ja kishte dhënë kur letrën dhe Artani e gjeti rastësisht me sendeve të saj personale që i ruante në një sirtar të mbyllur. Me duar që i dridheshin, hapi zarfin dhe filloi të lexonte. Fjalët e Elirës ishin plot dashuri, por edhe me një mençuri që vetëm ai që po përballet me largimin e vet e zotëron. Ajo fliste për fëmijët, për dëshirën që ata të rriteshin të lumtur. Dhe pastaj, në një paragraf që e bëri Artanin të ndalonte frymëmarrjen, ajo shkruante: nëse një ditë gjen dikë që të bën të buzëqeshësh sërish, dikë që kujdeset për fëmijët tanë me dashuri, mos ki frikë të rifillosh. Unë nuk dua që ti të mbetesh i bllokuar në të shkuarën. Dua që ti të jetosh, të jesh i lumtur, të lejosh që dashuria të hyjë sërish në jetën tënde. Më premto se nuk do të mbyllesh në punë dhe në vetmi. Më premto se do t'ja lejosh vetes të ndjesh. Artani i lexoi dhe rilexoi ato fjalë derisa i u gdhendën në mendje. Ishte sikur Elira të ishte aty, duke i dhënë leje, duke e inkurajuar të ecte përpara. Lotët që i kishte mbajtur për kaq shumë kohë më në fund rodhen, të heshtur por çlirues. Ai e mbajti letrën pranë gjoksit dhe ja lejoi vetes të qante, jo më për humbjen, por për mirënjohjen që ishte dashuruar nga dikush kaq i veçantë. Dhe për shpresën se mund të dashuronte sërish. Por edhe me letrën e Elirës që i kumbonte në mendje, Artani ende kishte frikë të hidhte hapin tjetër. Dhe atëherë ndodhi diçka që e detyroi të vepronte. Ishte e premte mbrëma dhe Artani kishte ardhur në shtëpi më vonë se zakonisht. Marina po ruante sendet e saj, duke u përgatitur të largohej. Kishte diçka ndryshe tek ajo, një trishtim që ai nuk arrinte ta identifikonte. Gjithçka në rregull? Pyeti ai, shqetësimi i sinqert në zërin e tij. Marina hezitoi, pastaj pshërtiu. Floriani më mori në telefon sot. Ai kafshoi buzën, duke u përpjekur të gjente fjalët e duhura, ai më kërkoi të kthehesha në Vlorë. Tha se i mungoj, se mund të provonim diçka serioze. Ai më ka gjetur një vend pune në një shkollë private atje, me një pagë më të mirë se sa marr këtu. Artani ndjeu tokën t'i zhdukej nën këmbë. Ajo po mendonte të largohej. Të ikte. Ti linte fëmijët. Ta linte atë. Vetëm mundësia bëri që diçka të thyej brenda ti. Dhe ti do të shkosh? Pyeti, zëri i doli më i ashpër. Se sa donte. Marina e pa në sy, sytë e saj kërkonin diçka në fytyrën e tij. Nuk e di. Është një mundësi e mirë. Dhe Floriani është një njeri i mirë. Ne kemi një histori. Por, ndaloj, zëri ju thye, por nuk e imagjinoj dot të lë fëmijët. Të lë këtë shtëpi. Të lë. Ajo nuk e përfundoi fjalin, por Artani e kuptoi atë që ajo nuk e tha. Të lë ty. Fjalët pezulluan mes tyre, të pashprehura, por po aq të pranishme sikur të ishin bërtitur. Ishte në atë moment që Artani mori vendimin. Nuk mund të shtirej më sikur nuk ndjente asgjë. Nuk mund të fshihej më pas justifikimeve për profesionalizëm apo për shtatshmëri. Nëse nuk bënte diçka tani, do ta humbiste Marinën për gjithmonë. Dhe zbuloi se nuk e duronte dot këtë mundësi. Mos shko, tha ai, zëri i ngarkuar me emocion. Të lutem, mos shko. Marina e shikoi, e habitur. Artan, unë. E di që nuk kam të drejtë ta kërkoj këtë, vazhdoi ai, fjalët i dilnin shpejt para se të humbiste guximin. E di që jam punëdhënë si yt, që ka një vijë që nuk duhet të kalohet. Por e vërteta është se ajo vijë është kaluar prej kohësh. Që nga dita kur të pash duke u lexuar fëmijëve të mi. Që nga Krishtlindjet që kaluam së bashku. Që nga çdo bisedë, çdo shikim, çdo moment i ndar. Artan, mërmëriti Marina, por ai nuk ndaloi. Ti solle jetë sërish në këtë shtëpi. Solle gëzim për fëmijët e mi. Dhe solle diçka që mendoja se nuk do ta ndjeja më kurrë. Ti më bëre të dua të jem në shtëpi, më bëre të buzëqesh sërish, më bëre të besoj se është e mundur të rifillosh. Nuk po të kërkoj të qëndrosh vetëm për fëmijët. Po të kërkoj sepse kam nevojë që ti të qëndrosh.
Sepse unë mori frymë thellë duke mbledhur gjithë guximin, sepse unë rash në dashuri me ty. Heshtja që pasoi dukej se zgjati një përjetësi. Marina e shikonte me sy të zgurdulluar, lotët filluan t'i rridhnin në përfaqe. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte një pëshpërim drithëruese. A e ke idenë se sa herë kam dashur t'i dëgjoj këto fjalë? Sa net kam kaluar duke qortuar veten për atë që ndjej? Për të parë ty dhe për të imagjinuar gjëra që një punonjëse nuk duhet t'i imagjinoj? Artani bëri një hap përpara, duke zvogëluar distancën mes tyre. Atëherë thuaje. Thuaje çfarë ndjen? Marina mbylli syt, lotët i binin lirshëm tani. Të dua. Të dua ty dhe i dua fëmijët e tu. E dua këtë shtëpi dhe jetën që kemi ndërtuar këtu. Por kam kaq shumë frikë. Frikë se do të prish gjithçka. Frikë se do t'ju humbas nëse diçka shkon keq. Frikë se nuk jam e mjaftueshme. Artani ngriti dorën duke i fshirë butësisht lotët nga fytyra. Ti je më shumë se e mjaftueshme. Ti je e përsosur. Dhe po, edhe unë kam frikë. Frikë të dashuroj sërish. Frikë të jemi lumtur kur ndjej se nuk duhet ta kem këtë të drejtë. Por kam më shumë frikë të lë të ikësh dhe të kaloj pjesën tjetër të jetës duke pyetur veten se çfarë mund të kishte qenë. Marina hapi syt dhe Artani pa në ta gjithë cenueshmërinë, gjithë dashurinë, gjithë frikën që ajo mbante. Dhe pastaj, ngadalë, ajo ngriti dorën dhe i preku fytyrën, një prekje e butë që i dërgoi një të dridhur në përgjithë shtyllën kurrizore. Do të qëndroj, pëshpëriti ajo. Por duhet ta bëjmë këtë siç duhet. Për fëmijët. Për ne. Artani tundi kokën duke i mbajtur dorën e saj kundër fytyrës. Do ta bëjmë. Një ditë në një kohë. Dhe pastaj, më në fund, ai e puthi. Ishte një puthje e butë, e ngarkuar me premtime dhe shpresë, me frikëra të përbashkëta dhe ëndra të ri për të rira. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin përmes lotëve. Kaluan disa minuta aty, thjesht të përqafuar, duke lejuar që realiteti i asaj që sapo kishte ndodhur të zinte vend. Artani ndjente zemrën t'i rrite fort në gjoks, një përzierje gëzimi dhe nervozizmi e pushtoi. Kishte hedhur hapin që aq shumë e friksonte dhe, ndryshe nga të gjitha frikërat e tij, bota nuk ishte shembur. Përkundrazi, ndihej më i plot se kur ndonjëherë. Marina ishte e para që theu heshtjen. Duhet të flasim me fëmijët, tha ajo butësisht, ende në krahët e tij. Ata e meritojnë të dinë se diçka ka ndryshuar mes nesh. Por duhet ta bëjmë me kujdes që të kuptojnë se asgjë nuk do të ndryshojë në dashurinë që ndjejmë për ta. Artani tundi kokën duke i puthur majën e kokës. Nesër. Do të flasim me ta nesër. Duhet të kuptojnë se ti nuk po zë vendin e nënës së tyre, por po krijon një vend të ri. Një vend tëndin. Po ti, pyeti Marina, duke ngritur fytyrën për ta parë, je gati për këtë? Për ta lënë vërtet të shkuarën të jetë të shkuar dhe për të ndërtuar diçka të re? Artani mendoi për letrën e Elirës, për fjalët e saj që i kërkonin të ishte i lumtur. Po, u përgjigj me bindje. Kam kaluar 4 vjet duke jetuar në të shkuarën, duke menduar se kjo ishte ajo që duhej të bëja. Por tani e kuptoj se të nderosh kujtimin e Elirës nuk do të thotë të ndalosh së jetuari. Do të thotë të jetosh në mënyrën më të mirë të mundshme, të jesh i lumtur, t'u japësh më të mirën fëmijëve tanë. Dhe ti më bën të dua të jem kjo version më i mirë i vetes. Fjalët e prekën thellë Marinën. Ajo e përqafoi Artanin më fort, duke fshehur fytyrën në gjoksin e tij. Ata qëndruan kështu për disa minuta të tjera, thjesht duke shijuar afërsinë, rehatin e të qenit në gjendje më në fund të shprehnin atë që ndjenin pa frikë apo faj. Kur Marina më në fund u bë gati të largohej, Artani e shoqëroi deri te dera. Para se ajo të dilte, i mbajti dorën. E di që gjithçka do të ndryshoj tani, apo jo? Nuk mund të shtirem më sikur je thjesht punonjësja ime. Nuk mund të përmbahem më kur vi në shtëpi dhe të shoh ty. Marina buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë dhe e lumtur. E di. Dhe gjithçka është në rregull. Në fakt, është më mirë se në rregull. Është perfekte. Por bota e jashtme nuk u zhduk. Dhe ata së shpejti do të zbulonin se zgjedhja e dashurisë ishte vetëm fillimi. Sfidat e vërteta ishin ende përpara. Vendimi i Artanit dhe Marinës për të lejuar ndjenjat e tyre të lulëzonin nuk u prit me pranimin universal që ata naivisht prisnin.
Javët e para ishin një përzierje lumturie private dhe tensioni në rritje nga burime të jashtme. Artani u përpoq ta mbante gjithçka diskrete, jo nga turpi, por nga respekti për fëmijët dhe për të shmangur thashe themet e panevojshme. Por në Tiranë, veçanërisht në qarqet e biznesit ku ai lëvizte, sekretet zgjasnin pak. Ishte besniku, ortaku dhe miku i tij i vjetër, ai që e hapi i pari temën. Gjatë një mbledhjeje, pasi të gjithë kishin dalë, ai mbylli derën e sallës së konferencave dhe e pa Artanin me një shprehje serioze. "Duhet të flas me ty për diçka delikate", filloi besniku, duke zgjedhur fjalët me kujdes. "Po qarkullojnë komente për ty dhe dadon e fëmijëve. E di si flasin njerëzit. Disa thonë se është e papërshtatshme, të tjerë bëjnë shaka pa krip. Dua të di nëse është e vërtetë dhe, nëse po, nëse i ke menduar mirë pasojat." Artani mori frym thellë, duke ruajtur qetësinë. "Marina nuk është thjesht dadoja. Ajo është gruaja me të cilën rash në dashuri. Dhe po, i kam menduar pasojat. Por nuk do të heq dorë nga lumturia për shkak të asaj që mendojnë të tjerët." Besniku pshërtiu, duke kaluar dorën nëpër flokë. "Të kuptoj, Artan. Vërtet. Ti e meriton të jesh i lumtur pas gjithë atyre që ke kaluar. Por mendo pak, ajo punon për ty nëse gjërat shkojnë keq, ti humbet dadon e fëmijëve dhe ata humbasin dikë që e duan. Pa përmendur potencialin për padi pune, akuza për ngacmim. Po e vendos veten në një pozitë të cenueshme." "I di rreziqet", u përgjigj Artani me vendosmëri. "Por për herë të parë pas vitesh, ndihem sërish gjallë. Fëmijët janë të lumtur. Marina më bën të dua të jem një baba më i mirë, një njeri më i mirë. Nuk do të heq dorë nga kjo." Besniku studioi fytyrën e mikut të tij për një moment të gjatë, pastaj tundi kokën ngadalë. "Në rregull. Nëse kjo është ajo që do, të mbështes. Por ki kujdes. Mbroje veten dhe mbroje atë. Bota mund të jetë mizore me lidhjet që nuk përshtaten në modelin tradicional." Fjalët e besnikut i kumbuan në mendje Artanit në ditët në vijim. E dinte se miku i tij kishte të drejtë. Por si ta mbronte atë që po ndërtonte me Marinën? Si ti mbronte fëmijët nga gjykimet e të tjerëve? Përgjigjja erdhi në një bisedë që pati me vetë fëmijët e tij. Ishte e diel në mëngjes dhe ata ishin të gjithë në sallon. Marina kishte shkuar në supermarket dhe Artani shfrytëzoi momentin për të biseduar me Luanin, Lirën dhe Leonin. Ata po rriteshin, po bëheshin më perceptues dhe Artani e dinte se nuk mund t'u afshite të vërtetën. "Fëmijë", filloi ai, duke ulur në dysheme me ta, "duhet të flasim për diçka të rëndësishme. Ju e dini që teto Marina është shumë e veçantë për ne, apo jo?" Të tre kokat u tundën në unison. Lira foli e para, si gjithmonë. "Ne e duam teto Marinën, babi. Ajo është dadoja më e mirë në botë." "Ajo është më shumë se një dado", vazhdoi Artani me kujdes. "Ajo është dikush që kujdeset për ju me dashuri, që e bën këtë shtëpi një vatër." Dhe babi bëri një pauzë, duke kërkuar fjalët e duhura, babi gjithashtu ra në dashuri me të. Heshtja që pasoi ishte e shkurtër. Leoni, gjithmonë më mendimtari, ishte ai që pyeti, "Si që doje mamin?" Artani ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por tundi kokën në shenjë pohimi. "Po, birë. Në një mënyrë tjetër, sepse mami do të jetë gjithmonë e veçantë dhe askush nuk do t'ia zërë vendin. Por po, unë e dua teto Marinën." Për habin e Artanit, ishte Luani ai që buzëqeshi i pari. "Kjo do të thotë se ajo do të jetojë këtu me ne?" "Ndoshta", u përgjigj Artani. "Nëse ju jeni dakord me këtë. Por dua të dini se asgjë nuk e ndryshon dashurinë që ndjej për ju, as kujtimin e mamit. Teto Marina nuk po zëvendëson askën. Ajo po shton më shumë dashuri në familjen tonë." Lira u ngrit dhe e përqafoi të atin. "Më pëlqen teto Marina, babi. Ajo të bën të qeshësh. Ti nuk qeshe shumë më parë." Fjalët e së bijës e goditën Artanin në shenjë. Ai nuk e kishte kuptuar se sa shumë trishtimi i tij ndikonte te fëmijët, se sa shumë ata dëshironin ta shihnin të lumtur. I përqafoi të tre, duke ndjerë një mirënjohje të pamas që kishte fëmijë kaq mirë kuptues. Por jo gjithçka do të ishte kaq e thjeshtë. Lajmi i lidhjes përfundimisht arriti në veshët e njerëzve që nuk ishin aq mirë kuptues. Dorina, motra më e madhe e Elirës, u shfaq në shtëpinë e Artanit një pasdite pa lajmëruar.
Ajo kur nuk kishte qenë e afërt me nipërit e mbesat, duke I vizituar vetëm her pas here, por tani ishte aty, me një shprehje indinjate që nuk e fshite. Duhet të flas me ty, tha ajo sapo Artani hapi derën. Bëhet fjalë për këtë dadon me të cilën je përfshirë. Artani e la të hynte, por mbajti një qëndrim të prerë. Marina ka emër. Dhe po, jemi bashkë. A është ky një problem për ty? Dorina kryqëzoi krahët, syt I vetëtimin. Problem? Sigurisht që është problem. Elira mezi u largua dhe ti tashmë po e zëvendëson me një punonjëse? Çfarë shembulli po u jep fëmijëve? Çfarë do të mendojnë njerëzit? Artani ndiu zemërimin t'i ngrihej, por u kontrollua. Së pari, Elira nuk u largua para pak kohësh. Kanë kaluar 4 vjet. 4 vjet në të cilat unë I rrita fëmijët tani vetëm, punova për t'u dhënë gjithçka që u nevojitej dhe u përpoqja ta mbaja gjallë kujtimin e saj. Së dyti, Marina nuk është thjesht një punonjëse. Ajo është një grua e mrekullueshme që kujdeset për fëmijët e mi sikur të ishin të saj. Dhe së treti, nuk më intereson se çfarë do të mendojnë njerëzit. Më intereson vetëm lumturia e fëmijëve dhe e imja. Dorina tundi kokën, buzët të shtrënguara në një vi të hollë. Elira do të ishte e zhgënjur. Ajo të besoj ty për t'u kujdesur për fëmijët e saj, jo për të sjellë të huaja brenda familjes. Ato fjalë shkuan shumë larg. Artani bëri një hap përpara, zëri I tij I ulët por I ngarkuar me emocion. Mos guxo të flasësh në emër të Elirës. Ti mezi e vizitoje kur ishte e sëmur. Nuk ishe e pranishme në momentet e saj të fundit. Dhe nuk u shfaqe për të ndihmuar në vitet në vijim, kur unë isha I mbytur në punë dhe përgjegjësi, duke u përpjekur të isha baba dhe nën në të njëjtën kohë. Tani shfaqesh këtu, pas 4 vitesh, për të gjykuar zgjedhjet e mia? Ti nuk e ke këtë të drejtë. Dorina u duk se u tkur pak, por ende u përpoq të mbante qëndrimin mbrojtës. Unë dua vetëm më të mirën për nipërit e mbesat e mia. Edhe unë, u përgjigj Artani, zëri I u zbut pak. Dhe më e mira për ta është të rriten në një shtëpi plot dashuri, ku të shohin se është e mundur të jesh I lumtur edhe pas një humbjeje. Marina solli dritë sërish në jetët tona. Ajo nuk po e fshin kujtimin e Elirës. Ponderon trashëgimin e saj duke u kujdesur për fëmijët e saj me kaq shumë dashuri. Dorina nuk kishte përgjigje për këtë. Mbeti në heshtje për një moment, pastaj u kthye për të dalë. Te dera, ndaloi dhe pa prapa. Shpresoj ta dish se çfarë po bën, Artan. Për veten dhe për fëmijët. Pasi ajo iku, Artani mbeti vetëm në sallon duke procesuar gjithçka që ishte thënë. E dinte se do të përballej me më shumë gjykime, më shumë komente dashakeqe, më shumë njerëz që do të vinin në dyshim zgjedhjet e tij. Por gjithashtu e dinte, me siguri absolute, se Marina ja vlente çdo sfidë. Testi I vërtet erdhi disa javë më vonë. Marina ishte dukshëm e tronditur prej ditësh dhe Artani më në fund zbuloi pse. Ajo kishte marrë telefonata anonime, mesazhe mizore nga numra të panjohur, duke akuzuar se ishte materialiste, se ishte me Artanin përpara, se po përpiqej të zinte vendin e një gruaje që mezi ishte larguar. Fjalët ishin helmuese, të llogaritura për të lënduar. Artani e gjeti Marinën duke qarë në dhomën e pasme, ku ajo ruante gjërat e saj. Ajo u përpoq t'i fshite lotët kur e pa, por ai tashmë I kishte parë. U ul pranë saj, duke I marrë duart në të tia. Më trego çfarë po ndodh, I kërkoi butësisht. Marina hezitoi, pastaj I tregoi mesazhet. Artani I lexoi një nga një, duke ndjerë zemërimin të rritej me çdo fjalë mizore. Kur mbaroi, e tërhoqi Marinën në një përqafim të ngushtë. Asgjë nga këto nuk është e vërtetë, tha ai me vendosmëri. Ti e di këtë, unë e di këtë dhe fëmijët e din këtë. Këta njerëz janë frikacak që fshihen pas anonimatit. Mos I lejo të shkatërrojnë atë që kemi ndërtuar. Po sikur të kenë të drejtë, çau me dënes Marina. Po sikur prania ime këtu vetëm po sjell probleme për ty dhe fëmijët. Ndoshta do të ishte më mirë të ikja, t'ju lija të kishit një jetë normale. Artani u largua vetëm sa për ta parë në sy. Marina, dëgjom mirë se çfarë do të them. Ti nuk po sjell probleme. Po sjell dashuri, gëzim, jetë. Njerëzit që dërgojnë këto mesazhe janë ata që kanë probleme. Ata nuk e durojnë dot t'i shohin të tjerët të lumtur.
Dhe nëse ti ikën, nëse I lejon këta njerëz të fitojnë, të gjithë ne do të humbasim. Unë humbas gruan që dua. Fëmijët humbasin dikë që e konsiderojnë familje. Dhe ti humbet shansin për të qenë e lumtur. Por është kaq e vështirë, përshpëriti Marina. Të luftosh kundër gjithçkaje dhe të gjithëve. Artani I fshiu lotët me gishtin e madh. E di. Por nuk po luftojmë vetëm. Po luftojmë së bashku. Dhe së bashku jemi më të fortë se çdo koment dashakeq, se çdo gjykim I padrejtë. Marina mbylli syt duke marrë frym thellë. Pastaj, kur I hapi sërish, kishte vendosmëri aty. Ke të drejtë. Nuk do t'i lë të shkatërrojnë atë që kemi. Nuk do të heq dorë nga ju. Ishte në atë moment që Artani mori vendimin përfundimtar. Nuk mjaftonte vetëm të rezistoje sulmeve të jashtme. Ai duhej të merrte një veprim që do t'ua bënte të qartë të gjithëve, përfshirë Marinën, se sa shumë do të thoshte ajo për të. 2 javë më vonë, në një mbrëmje të qetë pasi fëmijët kishin shkuar të flinin, Artani e thiri Marinën në balkon. Qyteti shkëlqente në largësi dhe një fllad I butë sillte freskinë e natës. Marina vuri re se diçka ishte ndryshe nga mënyra se si Artani ishte nervoz, duke kaluar dorën nëpër flok vazhdimisht. Gjithçka në rregull, pyeti ajo, e shqetësuar. Artani buzëqeshi, duke I marrë duart në të tia. Është më mirë se në rregull. Marina, këta muajt e fundit me ty kanë qenë më të mirët që kam pasur prej vitesh. Ti e shndërrove shtëpinë time në një vatër. I shndërrove fëmijët e mi në fëmijë të lumtur sërish. Dhe e shndërrove zemrën time në diçka të aftë për të dashuruar sërish. Marina, e di që është herët. E di që ka sfida përpara. Por gjithashtu e di, me siguri absolute, se të dua pranë meje. Jo si punonjëse, jo si dado, por si pjesë e familjes sime. Si shoqja ime e jetës. Si gruaja që dua. Pastaj, para shikimit të habitur të Marinës, Artani u ul në gjunjë dhe nxori nga xhepi një kuti të vogël kadifeje. Marina, a pranon të martohesh me mua? A pranon të ndërtojmë zyrtarisht këtë familje me ne? Marina mbuloi gojen me duar, lotët tashmë I rridhnin lirshëm. Artan, unë je I sigurt? Po fëmijët? Kam folur me ta, u përgjigj Artani duke buzëqeshur. Dhe e di çfarë tha Luani? Tha se më në fund do të kishim një mami të vërtet sërish. Lira pyeti nëse do të vishje fustan të bardhë. Dhe Leoni thjesht buzëqeshi dhe tha se e dinte tashmë se kjo do të ndodhte. Marina qeshi mes lotëve duke zgjatur dorën që I dridhej. Po, pranoj. 1000 herë po. Artani I rëshiti unazën në gisht, pastaj u ngrit dhe e puthi, një puthje plot premtime dhe shpresë. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin përmes lotëve. Muajt që pasuan nuk ishin të përsosur. Ende kishte komente, ende kishte gjykime. Por Artani dhe Marina I përballuan të gjitha së bashku, të mbështetur nga dashuria që ndjenin për njëri tjetrin dhe për fëmijët që I bashkonin. Dorina përfundimisht kërkoi falje, duke pranuar se frika e saj ishte se Elira do të harrohej. Artani e siguroi se kjo nuk do të ndodhte kurrë dhe dalë ngadalë, edhe ajo filloi ta pranonte Marinën si pjesë të familjes. Dasma ishte e thjeshtë, në një ceremoni intime vetëm me më të afërmit. Luan, Lira dhe Leon ishin shoqëruesit e vegjël, duke rrezatuar lumturi. Dhe kur gjykatësi deklaroi Artanin dhe Marinën burr e grua, të 3 fëmijët vrapuan t'i përqafonin, duke formuar një rreth dashurie që asnjë vështirësi nuk mund ta thyente. Marina kurrë nuk pushoi se qeni gruaja e përkushtuar që ishte. Vazhdoi të kujdesej për fëmijët me të njëjtën dashuri si gjithmonë, por tani me titullin zyrtar që zemra e saj e kishte dëshiruar gjithmonë. Artani, nga ana tjetër, u bë një njeri më I ekuilibruar, I aftë të ndante kohën mes punës dhe familjes, duke e ditur se kishte në shtëpi dikë që e donte dhe që kujdesej për thesaret e tij më të mëdha. Vite më vonë, kur fëmijët ishin adoleshentë dhe Marina e Artani shikonin pas, ata mahniteshin me udhëtimin që kishin bërë. Nga një marrëdhënie profesionale në një familje të vërtetë. Nga 2 njerëz të shënuar nga humbjet në 2 zemra që gjetën guximin të dashuronin sërish. Dhe sa herë që dikush I pyeste se si kishin arritur t'i kapërcenin të gjitha pengesat, Artani kishte gjithmonë të njëjtën përgjigje, me dashuri, durim dhe sigurinë se shanset e dyta ekzistojnë për ata që kanë guxim të besojnë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit dhe Marinës t'ju ketë prekur zemrën.
Nëse jeni emocionuar, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.